Mos u deklaru, Po. Normale. Mendoj se gjitha goca. A e quan projektin Genti si një dështim personal të ëndën? Jo. Po pse nuk është më gjepsur, ende? Si? Pse nuk është më gjepsur Genti? Si mendonte? Pra, nëse ti e diskuton, edhe ti me shoqet e tua. Edhe ato të thonë, po Genti kështu të thuash, po të shkruan i thua jo, ti. Ato si ka mundësi që të shkruan ti gjitha e gocë? Pse s'të shkruan ai? Çfarë mendon? Do ketë shumë angazhime tjera në jetën e vet. Edhe ti po më shumë fakti që ka lidhje. Po jo, po herën e fundit që kanë ardhur këto diskutime në studio, rezultoi që ishte e vërtet, Ndelu. Mendoj se ka ndonjë tjetër jashtë. Si the? Nuk mund të them që është gay, mendoj që ka ndonjë gocë tjetër jashtë. Po gay larg qoftë, se s'do isha këtu. Do jetë ndonjë që të keq. Do isha ne nga ju. Që të keq edhe ti ishe gay, po të paktën na e thua. Deri tash jo në rregull. Se këtej kemi parë sinjale ndryshe. Çfarë sinjale ke? Ta kemi këtë pikpyetje. Pse s'të nduk sinjale ty ato? Mijat? Mirë, nuk luajmë dot me seksualitetin e dikujt. Jam më pro ti themi që ka një 5 gra jashtë se sa të akuzojmë dikë për një gjë. Jo, po prandaj tash nuk mund të një gjë në termat e këtij programi të thuash i lidhur është ashtu të thuash gay. Ose polos, thjesht. Ti thash, para telekamerave, okay. Unë nuk mendoj se Genti ka lidhje jashtë. Kemi mjaftueshëm konfidenca dhe mund ta kisha zbuluar një gjë të tillë, nuk i ka rishkitur kur asnjë gjysmë fjalë në lidhje me një partneritet jashtë. Ta kishte thënë Genti ty? Besoj se po. Po ti ishe për burgo, do t'i vija unë vetë ta arrestoja. Jo, besoj se do i kishte. Kaq larg ka shkuar marrëdhënia jote me këta konkurrent. Unë flas me djem, flas me vajza dhe në përgjithësi janë konfiduar dhe besoj se Genti është një djalë i çiltër dhe besoj se nëse do kishte diçka, vazhdosh të nxjerrësh gjërat nuk do konfidohen më. Se e kam provokuar duke i thënë o vlla, çfarë po bën? Do më thoshte për shembull, lal me zëtulet, që kam diçka që s'ta them. Ka qenë shumë neutral edhe në mënyrën se si është sjell me mua.